Shërbimi spitalor klinik universitar po I fsheh problemet e brendshme të QKUK-s dhe spitaleve rajonale, të cilat prekin drejt për drejt shëndetin dhe jetën e pacientëve. Menaxhmenti të spitaleve dhe drejtorëve të klinikave nuk u lejohet të flasin publikisht për këto çështje. Siç ka mësuar koha, atyre u kërkohet që ta paraqesin gjendjen si të mirë, ndryshe nga ajo që është në realitet. Një ditë më parë, televizioni raportoi se menaxhmenti I spitalit të Mitrovicës nuk u lejua të fliste publikisht për arsyet sepse pacientët me dializë morën trajtim me vetëm gjysmën e orarit të zakonshëm. Në vend të 4 orëve, ata u trajtuan vetëm për 2 orë. Për këtë gjë nuk u kërkua llogari nga drejtori I përgjithshëm as në mbledhjen e bordit drejtues të SHKUK-s. Anëtarët e bordit u mjaftuan me raportimin e përgjithshëm të drejtorit Elvir Azizi, në të cilin ai nuk e përmendi faktin që pacientët nuk e kishin marrë shërbimin e plotë. Jemi informuar se edhe pse ka pasur vështirësi dje, veçanërisht në spitalin e Mitrovicës, të gjitha dializat janë kryer dje nga shërbimi I dializës në Mitrovicë. Ka përfunduar rreth orës 11 të natës. Sa I takon ditës së sotme, material ka edhe në Mitrovicë, edhe në spitalet e tjera. Domethënë për momentin ka pasur vonesë, veçanërisht ka qenë në spitalin e Mitrovicës, por në anën tjetër asnjë shërbim nuk ka mbetur pa u kryer. Në mbledhje, përgjegjësia nga drejtori nuk u kërkua as për faktin që gjatë javës së kaluar, përveç spitalit të Mitrovicës, shërbimi I dializës është përcjell me mungesa edhe në spitalin e Gjilanit e atë të Ferizajt. Pavarësisht kësaj, sipas kryesuesës, të gjithë pacientët kanë marrë shërbimin e nevojshëm. Më vjen mirë me sa kuptova që nuk kemi asnjë pacient që nuk e ka marrë shërbimin. Ne e kuptuam që të gjithë e kanë marrë hemodializën, vonesat ekzistojnë. Duhet me qenë furnizimi I qëndrueshëm. Ndonjëherë vonesat mund të ndodhin. Ligji I prokurimit I lejon kontratat emergjente, por gjithsesi në rast se identifikohet faktori njeri, të kemi një pikë të përbashkët me drejtorin që të merren masa konform me ligjin. Pavarësisht listave të gjata të pritjes, bordi është shprehur I kënaqur me punën e klinikave të QKUK-s. Në shumicën e kohës, prej 10 minutash që kishte secili drejtori 10 klinikave të ftuara për urrëfyesit e performancës, ishte vetë kryesuesja e bordit ajo që foli në vend të tyre. Mungesë transparence pati edhe në raport me media. Pas një arsyetim, kryesuesja e bordit drejtues të SHKUK-s, Tetore Olloni, e ka ndaluar kamerën e televizionit që të hyjë në sallën e mbledhjes për të xhiruar minutat e parë të saj, siç ka qenë praktik deri më tani. Ajo ka ndaluar edhe praninë e kamerës në korridor, duke ndërprerë kështu një praktik që prej më shumë se një viti e kishte mundsuar ish kryesuesi Naim Bardiqi. Kryesuesja nuk dha sqarim sepse e mori këtë vendim. Kryesuese, të lutem avoni sqarim se na u ndalu kamera. Respektu aq sa na ju respektojmë ju. Po në rregull, avoni sqarim se ka qenë praktik që është deri tash na është lejuar. Përgjigje lidhur me këtë, kryesuesja e as anëtarët e bordit nuk ofruan as përmes emailit.